A ka nevojë Kosova për gjendarmeri apo për një njësi tjetër, apo mjafton këto njësi që janë? Unë mendoj Kosova ka nevojë që të respektojë kushtetutën e vendit. Bazuar në kushtetutën e kemi një arkitekturë të sigurisë dhe jemi të obliguar faktikisht që të përmbushim obligimet e ngritjes kapaciteteve të institucioneve të sigurisë. Me rishikimin strategjik të mbrojtjes ose sektorit sigurisë, siç e kemi quajtur më herët, që shumë shtete e bojnë edhe çdo vit e rishikojnë, e shumica shteteve çdo 5 vjet, ne atëherë duhet të analizojmë zbrastirat që kapacitetet aktuale të ushtrisë dhe policisë nuk i mbulojmë dhe të shohim a duhet të rrisim kapacitete brenda policisë apo mund të kemi një diçka tjetër. Dhe problemi qëndron te vendimarrja. Mendoj që kjo është saktësisht në ligje edhe në kushtetutë e përcaktuar që qeveria faktikisht pas rishikimit strategjik duhet merr vendim në ngritjen e ekipit që do të bëjë një studim të tillë dhe do të bëj më të mirën që mos ketë duplifikim. Nuk mund të kemi faktikisht në këtë situatë kapacitete edhe brenda policisë edhe të mendojmë ta ngrisim faktikisht një institucion tjetër. Faleminderit shumë zoti Sufi, minuti juaj, a ka nevojë Kosova për gjendarmeri apo për diçka tjetër? E para që është obligim